Përshëndetje miq, mirë se keni ardhur sërish këtu në Okult Ezoterizëm. Sot do të flasim për një temë pak më të thellë se temat zakonisht që ne bëjmë. Ne tashmë jemi futur në rrugëtimin e mirëfillt të ezoterizmit, që kemi folur për pjesë të ndryshme ezoterike, duke filluar nga kulturat, nga Halloweeni, nga festat pagane, nga mendësia deri tek shpirti është prekur, 4 trupat. Emisionin e fundit ne folëm për eterin ose i njohur ndryshe si Akasha, dhe tani do të futemi pak më tej, ku do të flasim për spiralen. Krijimi i spirales. Çfarë është spiralja e krijimit, rregulli i artë dhe si natyra krijon. Ne e kemi menduar jetën gabim, kur ne e perceptojmë me mendimin ton. Ne e perceptojmë atë gabim, ne perceptojmë çdo gjë gabim. Sa më afërt jemi me mendimet tona, aq më larg jemi ndaj burimit të vërtet ynor. Pse e them këtë? Sepse ne priremi të përdorim më shumë anë racionale për t'i kuptuar gjërat. Edhe pse mendja jonë e vdekshme përpiqet të kuptoj diçka të jetë madhe dhe të pavdekshme. Natyra nuk përdor një profesor fizike, nuk përdor asnjë matematicient, por i ka të gjitha nën vetëdijen e saj. Çdo gjë ka vetëdije dhe nën vetëdije. Çdo gjë operon sipas parimeve universale. Dhe çdo krijim i nënshtrohet një krijimi suprem, i cili njihet ndryshe si gjeometria e shenjtë. Në gjeometrinë e shenjtë nuk studiohet feja, nuk studiohet shkenca, por studiohet mënyra se si natyra krijon perfeksionin pa e mësuar atë. Kur them pa e mësuar, natyrës nuk i duhet të studiojë si ne. Ajo e di atë. Shikoni me vëmendje për t'u bërë dhe ju të zgjuar dhe të kuptoni se si operon natyra. Natyra krijon gjithmonë vetëm në 2 rrugë. Forma më e madhe është spiralja dhe forma tjetër është forma e njohur ndryshe Li. Në formën spirale, çdo gjë si në makrokozmos dhe në mikrokozmos evolon në formën e spirales. Që nga qytetrimet e lashta sumeriane, por edhe në Egjiptin e lashtë, por edhe grekët kudo, e kanë përdorur spiralen si një simbol i cili përfaqësonte rritjen e shpirtit dhe evolimin shpirtëror të jetës, të qenieve, të natyrës dhe çdo gjëje tjetër. Shikoni me kujdes se si ne jemi të krijuar nga spiralja, se si natyra është e krijuar nga spiralja, se çdo gjë i nënshtrohet spirales. Pse e them këtë? Tesla e dinte shumë bukur kur ai tha se 3, 6 dhe 9 janë numrat të cilat nëse do t'i kuptoni, do të kuptoni universin. Mendojeni pak, pse 3, pse 6, pse 9? Nëse do të shikoni me kujdes, të 3 numrat janë në numrat të cilat korrespondojnë me spiralen. Dhe kjo quhet Fibonacci. Spiralja Fibonacci është e zbuluar në shekullin e 3 ose të 13, një gjë e tillë se nuk po më kujtohet mirë tani për momentin, nga Leonardo Fibonacci, një matematicient italian, ku ai ka zbuluar këtë rregull. Në Fibonacci zakonisht i gjithë cikli vazhdon në një spirale. Pse ai e quante nëse i kuptoni këto do të kuptoni universin, sepse 9 është krijimi i gjithçkaje. Shikojeni me kujdes kurorën e kokës tuaj, ka formën në një spirale, duke filluar nga mikrokozmosi. Shikoni se ku zhvillohet fëmia. Ai zhvillohet në bark dhe në formën e spirales.
Shikoni se si është një trëndafil, si është një lule dielli, si është një kal deti, çfarë forme ka një vorbull uji, po stuit, po galaktikat, po yjet, po vrimat e zeza. Pra çdo gjë ka formën e spirales. Pse e them këtë? Sepse ne duhet të bëhemi të vetëdijshëm për gjërat që na rrethojnë. Tani që ju po e kuptoni këtë, nuk do ta shikoni me jetën ashtu si e keni parë. Do të shikoni ndryshe atë. Ju do të jeni të vetëdijshëm për krijimin e natyrës. Do të jeni të vetëdijshëm për numrat. Një shprehje e bukur nga ezoterizmi thotë se Zoti flet me numra. Thotë se krijimi është perfekt, është një algoritëm perfekt që ne ende nuk e kuptojmë. Ne besonim se hapësira që zej në një vend, hapësira boshe është bosh, por jo. Shkenca sot studion dhe ka zbuluar se është antimaterie, materia e zezë, është akasha, është eter. Pra është kjo gjuhë mikrokozmike, kjo gjuhë e fshetë, një sistem nervor universal të cilin ne nuk e shohim. Por mund ta perceptojmë. Ne bëhemi të vetëdijshëm këtë kur e lejojmë jetën të ndodhë brenda nesh. Ne bëhemi të vetëdijshëm dhe afrohemi më afër ynores kur i fshim mendimet tona nga koka. Ju të gjithë keni mendime, keni aq shumë mendime sa të cilat nuk ju lenë të formsoni atë që ju jeni në të vërtetë. Ju jeni në të vërtetë vetëm kur jeni në gjumë. Ju jeni të vërtetët vetëm kur bini në meditim të thellë. Ju jeni të vërtetët vetëm kur e largoni anën racionale tuaja. Ana racionale tuaja dhe imja, e gjithë ajo që ne mendojmë, është ajo që ne na ndan, na bën dysh. Është ajo që ne na mëson të mirën dhe të keqen. Dhe nëpërmjet spirales, nëse do të jeni të vëmendshëm dhe do të vëzhgoni, do të kuptoni se natyra krijon nëpërmjet spirales. Spiralja është evolimi i jetës. Ne ecim vetëm në rrugën e spirales. A ju ka rastisur ndonjëherë për shembull që të jeni më të vetëdijshëm se si funksionon spiralja, t'ju përsëritet një problematik dhe mund të jetë e njëjta problematik, por ju nuk do të jeni kurrë në të njëjtin vend. Pra, çfarë do të thotë kjo? Unë jam bërë i vetëdijshëm që e kam kuptuar këtë. Ne na ndodh që të kemi problematika të ndryshme dhe ato problematika të jenë të njëjta problematika që mund të na kenë ndodhur kohë më përpara, por nuk është i njëjti vend. Kjo tregon që ne jemi duke ecur në një spirale e cila vetëm evolon dhe vetëm evolon. Pse na ndodhin të njëjtat problematika? Se spiralja përsërit veten. Koha nuk ekziston. Pse e them këtë? Sepse në spirale çdo gjë përsëritet, por ne evolojmë. Ne evolojmë sepse nuk jemi më të njëjtët kur na ndodhin të njëjtat problematika. Ne jemi ndryshe. Në spirale çdo gjë lëviz, gjithçka përkulet, çdo gjë tundet dhe vetëm evolon. Asnjë gjë nuk qëndron në vend. Gjërat që qëndrojnë në vend vdesin. Njeriu kur bën progresin e jetës bën ose lart ose poshtë, por nuk qëndron kurrë në vend. Nëse ecën lart, do vazhdojmë me spiralen lart, nëse ecën poshtë, do vazhdojmë me spiralen poshtë. Dhe ai do bëhet ose më mirë ose më keq. Pjesa tjetër e dytë ku i nënshtrohet prap gjeometrisë së shenjtë është krijimi li. Çfarë është krijimi li? Që ju të vëheni të vëmendshëm, shikoni natyrën me kujdes, shikoni labirinthe, terrarën, pemët, degët e tyre. Gjithçka i nënshtrohet gjeometrisë së shenjtë. Lit janë degëzime të cilat krijohen sipas energjisë që rrjedh. Çdo gjë që mbart energji brenda, ajo rrjedh. Lëshon degë në dy lloj mënyra, lëshon jetën në dy lloj mënyra, nëpërmjet spirales dhe nëpërmjet të lisë. Dhe truri është i krijuar nga
rruga e lisë. Lia është ajo që bën valëzime në këtë lloj rruge, krijohen pemët, degëzime të ndryshme. Nëse do ta shikosh për shembull një valëzim kur fryn era në det, është ai valëzimi që krijohet, ose dunat nga rëra. Janë këto valëzime të cilat ti i ke parë, por nuk e qenë i vetëdijshëm që ta kuptosh. Të gjitha këto kanë një inteligjencë brenda, çdo gjë krijohet në bazë të akashës, të universit, dhe dy rrugët që ne kuptojmë dhe mësojmë për natyrën e vërtet janë spiralja dhe lia. Në spirale, zakonisht duhet të qëndroni më të vëmendshëm, sepse spiralja të ndihmon që ti të kuptosh më mirë natyrën njerëzore. Si? Duke thënë se spiralja është vetëm një cikël që përsërit veten, por me evolim, që do të thotë ajo ecën dhe vetëm evolon drejt teje, por në të vërtetë përsërit dhe veten gjatë rrugës së evolimit. Të njëjtën gjë bëjmë edhe ne. Dhe ne përparojmë, ecim, problemet janë po të përgjithshme, të njëjtat, por ne i perceptojmë ndryshe sepse evolojmë dhe kështu është çdo krijim i joni. Ne duhet jemi të vëmendshëm për mënyrën se si krijohet, se si ka ekzistuar kohë më përpara spiralja dhe si na ndihmon ne që të shohim më qartë botën tonë. Por pse ne nuk jemi të vëmendshëm? Sepse ne merremi me vizionet apo iluzionet të majës. Çfarë janë iluzionet maja? Iluzionet maja janë ato të cilat ty të ndajnë nga pikpamja e vërtet reale për të perceptuar realitetin ku ti po jeton, që je i mbyllur në një dimension i cili njihet si dimensioni i tretë. Çfarë duhet të bësh ti që ti të ta kuptosh spiralen e jetës dhe si të evolosh me të? Gjë e parë është duhet të kuptosh se si duhet ta ruash energjinë tënde. Kush është energjia jote? Trupi jot eterik. Ti duhet të kujdesesh për të. Duhet të kujdesesh për trupin tënd fizik, sepse nëpërmjet mendjes, zemrës dhe zorëve varet i gjithë trupi jot eterik. Në sistemin nervor që ndodhet në zorët, sistemi, nuk po më kujtohet emri tani, është një lloj sistemi nervor që ndodhet tek zorët, i cili kontribon shumë te lumturia juaj dhe tek mindseti i trurit, mënyra se si ne e perceptojmë jetën. Por kjo vjen më shumë, 80% e saj vjen nga zorët. Pra, që ti ta kuptosh të zorët, krijimi i zorëve është një sistem, është një krijim li. Po të kuptosh, shikojeni në internet kërkimin e krijimeve li nga gjeometria e shenjtë, që të kuptoni më mirë detajet se si krijohet li dhe çfarë simbolizon. Gjithashtu nga sistemi spiral ke ADN-n tënde. Gjithashtu tjetër ke dhe nga sistemet jo fizike, të cilat i përkasin trupit eterik, që janë kanalet Kundalini, Ida dhe Pingala, të cilat bashkohen me njëri tjetrin për të dhënë ty energjinë që buron nga poshtë deri lart dhe nga lart deri poshtë, i cili njihet ndryshe si gjarpri Kundalin, dhe ai kalon nëpërmjet shtyllës kurrizore, e cila njihet me emrin Sushumna, ku është kanali i mesit, dhe aty kalojnë të dyja energjitë, si ajo femërore dhe maskullore. Po për këtë do të flas një ditë tjetër, ku ne do të eksplorojmë më me detaj trupin e njeriut, do të eksplorojmë dhe disa gjëra të tjera të cilat do të ronditin pak, sepse ne i kemi mësuar gabim. Megjithatë, dal nga dal ju do të kuptoni shumë gjëra në ezoterizëm. Por nuk dua ta humb fillin, për sa i përket pjesës lis, duhet jeni të vëmendshëm, sepse ne kështu krijohemi. Ne kështu krijojmë. Mendimet janë po të ngjashme me lin, dhe lia, për ta kuptuar akoma më shumë se si është në vetvete, shikoni fraktalet. Çfarë janë fraktalet dhe si përsëritin ato veten nga energjia që vjen. Ashtu si Tesla e kishte kuptuar atë nëpërmjet rrymës, nëpërmjet
Energjia është vetëm një li, është vetëm një degëzim i lisë, janë vetëm fraktale. Ai e kishte kuptuar këtë dhe kur e kuptoi këtë, tha se numrat ishin ato që zhbllokonin ose jepnin përgjigje të gjithë universit, sepse numrat janë simbole, për shembull, janë simbole të pafundme. Për shembull, ke numrin 0 dhe 1. Midis 0 dhe 1-shit ka një pafundësi numrash. Që ti të bëhesh i vetëdijshëm dhe i vëmendshëm për detajet e vogla, duhet të punoni me këto. Si punohet me këto? Një eksperiment është merrni një çarçaf të madh, kapeni dhe vendosni një objekt brenda, një top ose një portokall, pak rëndësi ka, dhe do ta shikoni se atje krijohet një formë spirale nga forca e gravitetit. Dhe nëse do t'i hidhni disa gogla ose disa lajthi, do të kuptoni se si ato vinë në formë spirale vërdall rreth qendrës që është portokalli. Ky është një eksperiment për të parë se si punon universi dhe për të kuptuar se si punon mikroversi, sepse ashtu si kemi thënë gjithmonë, ashtu si lart është edhe poshtë, si brenda është edhe jashtë. Dhe do të doja të t'i provonit këto gjëra, që të kuptoni më mirë forcën e spirales, se si krijohet një spirale. Spiralja ka një veti unike që sa më e madhe t'jetë në rrotullimin e saj, aq më të forta bëhen kthesat e saj. Dhe megjithatë, ne duke studiuar spiralen kuptojmë se dhe ne kemi një cikël të spirales ku do të përsëritim veten deri në largimin nga dimensioni ton dhe kthimin në dimensionin tjetër ose në shtëpinë ton ku kemi qenë para se të vinim këtu. Deri atëre do t'ju përshëndes dhe do të shihemi sërish në episodin tjetër ku do të flasim pak për një pjesë tjetër interesante, do të përmendim pak lotusin dhe disa detaje shumë interesante të cilat nuk po i ndaj tani për momentin, krijimin e lotusit dhe efektet e tyre, meditimin që do ta fillojmë shumë shpejt, kemi disa pika të tjera të cilat do t'i trajtojmë dal nga dal në episodet që do të vinë. Episodet nuk do t'jenë shumë të gjata për arsye se koha që un kam në dispozicion është edhe pak e limituar për shkak të një projekti të madh që dua t'ju njoftoj. Shumë shpejt në Shqipëri do të çelet Akademia e parë ezoterike që nuk ka pasur mundësi të ekzistonte në këto kohë, ku ju do të keni mundësinë të eksploroni vërtet botën e ezoterizmit në një nivel shumë më të lartë se sa ju po qëndroni këtu dhe po dëgjoni. Deri atëre ju duhet të përgatiteni në anën tuaj mentale, fizike, eterike dhe astrale që të zhyteni në botën ezoterike, sepse nëse shkoni aty nuk e anulloni dot atë që mësoni, nuk e fshini dot dhe ju nuk do t'jeni më kur i njëjti person. Prandaj duhet të bëheni gati që të jeni me të vërtet njerëz që e dëshironi rrugën tuaj drejt dritës, pjesa e kurioziteteve dhe atyre që duan të duken apo duan ta mësojnë ezoterizmin për t'i bërë përshtypje botës, janë, më vjen keq që po e them, por janë vetëm dështak të vetes së tyre dhe jo të asgjëje tjetër, sepse ezoterizmi nuk është për njerëzit që duan t'i bëjnë përshtypje botës. Ezoterizmi është një rrugë që kërkon studim, përshtypje vetes, kërkon lexim, kërkon kuptimin e diçkaje më të madhe se sa vetja jon, kuptimin e universit, jetës, spirales, lis,
dhe të gjitha rrugëve të tjera që ju nuk e keni menduar se ekzistojnë, por kur të vi momenti unë do t'ju njoftoj shumë shpejt dhe do ta shikoni vetë me sytë tuaj një botë që vetëm e kishit të ndëruar derisa ajo do të bëhet realitet për ata që kërkojnë. Për ata që nuk kërkojnë, është shumë bukur këtu. Shijojeni.